Një grup prej 24 nxënësish nga qendra shkollore e kombinuar Vllazërim Bashkim, ditën e diel me 22 shkurt do të udhtojë për Gjermani, pikërisht në Freudenstadt. Është kjo vizita kthes që i bëjnë nxënësit e kësaj shkolle nxënësve gjerman, të cilët në mesin e muajit shtator vizituan qytetin tonë dhe u vendosen tek familjet ulqinake. Po, e vërtet ky është shkëmbimi i 12, i cili organizohet në kuadër shkollës tonë. Ju tashmë e dini me që është shkëmbimi 12, e dini se shkolla jonë ka një partneritet me një gjimnaz në Gjermani, në qytet Freudenstadt. Sipas profesoreshes së gjuhës gjermane Luljeta Haxhi Ibrahimović, nxënësit atje do të qëndrojnë 10 ditë duke mos llogaritur 2 ditë udhtim. Kostoja i këtij udhtimi është 7.000 euro, ku 3.000 euro i mbulon shkolla homologe nga Freudenstadt i Gjermanisë, një pjesë Ministria e Arsimit participon edhe vetë shkolla, por çdo nxënës që udhton për Gjermani duhet të jap 200 euro, shprehet profesoresha Haxhi Ibrahimović. Në këtë shkëmbim dhe si çdo herë marrin pjesë 24 nxënësa. Përzgjedhja e nxënësve bëhet në bazë të asaj sa janë të avancuar, domethënë nxënësit e avancuar marrin pjesë në këtë shkëmbim, si thash numri është 24. E çfarë parashihet me atë avancim? Këto janë domethënë ju i dini se në qytetin tonë vite me radhë mësimin e gjuhën gjermane e bën edhe profesori gjerman. Domethënë këto 24 nxënës janë nxënës të cilët mësimin e ndjekin te profesori Kurt Schlegel dhe Armin Schur. Ne nisja është kësaj të diele, domethënë nisemi nga stacioni i autobusit në orën 10 paraditje. Nëse çdo gjë shkon sipas rregullit, atje do të jemi ditën e nesërme të hënën rreth orës 1 të drekës. Kurse fëmijët vendosen tek familjet e tyre, të cilat ju e dini se në shtator të vitit kaluam, fëmijët gjerman ishin tek ne dhe te to familje të njëjta nxënësit tonë do të vendosen. Kurse sa i përket pagesës, pagesa komplete duhet të jetë 7.000 euro, meqense se kjo është një shumë e madhe për buxhetin tonë. Nga kjo shumë 3.000 euro donon Gjermania, një shumë të vogël të parave e siguron shkolla jonë, kurse një shumë tjetër të vogël e siguron Ministria e Arsimit, këtu në shtetin tonë nga Malizia. Dhe sipas jush çfarë përfitohet me këto vizita? Sa janë të fryqshme? Patjetër që janë të fryqshme, nxënësit tonë kanë mundësinë e shkëmbimit të mendimeve, ideve, mund të shihet se si organizohet mësimi në shkollat e tyre, mund të bëhet edhe një krahasim, përpos kësaj mund të bëhet edhe një reklam ofertës turistike pikërisht ulqinit qytetit tonë. Nxënësit sigurisht do të jenë të shoqëruar nga mësimdhënësit, sa do shkojnë nga mësimdhënësit nga kjo qendër? Patjetër që do të jenë të siguruar nga mësimdhënësit dhe të shoqëruar. Mësimdhënësit të cilat bëjnë pjesë në këtë shkëmbim janë 2, domethënë përgjegjësia më e madhe i takon profesorëve gjerman, të cilët njëkohësisht janë edhe organizatorë të këtij shkëmbimi. Ato janë 2 profesorë të cilët punojnë me nxënësit tonë në këtë shkollë, profesori gjerman Armin Schur dhe Kurt Schlegel, edhe unë do të jem qisej një shoqëruese e tyre. Vetë nxënësit mbulojnë shumën prej 4.800 euro, ndërsa udhtimi bëhet me autobus. Nxënësit do të jenë të shoqëruar me 3 mësimdhënës. Është ky shkëmbimi i 12 me radhë që realizohet ndërmjet 2 shkollave.